Presidenti Amerikan Donald Trump tha se po të req mbrapsht marrëveshjen e plotësisht të njëanshme sipas tij të administratës Obama me Kubën. Gjatë një fjalimi në Miami, Trump tha se politika e tij e re shtrëngon rregullat e udhëtimit dhe dërgimin e fondeve në kombin ishull. Por ai shtoi se nuk do të prek zhvillime diplomatike dhe lidhje thelbësore tregtare, si dhe nuk do të mbyll ambasadën në Havana. Fluturime civile nga SBA drejt Kubës do të vazhdojnë, ndërsa amerikanët do të lejohen që të kthehen në shtëpi me mallra kubane. Sipas Trump, marrëveshja e Obamës me regjimin brutal të Castros ishte e tmerrshme dhe e gabuar. Para një salle të mbushur me emigrant kuban, Trump u zotua se do t'i kthejë lirinat dheut të tyre. Përfitimet dhe investimet dhe turizmi i shkojnë ushtrisë kubane. Regjimi merr paratë dhe zotron industrinë. Ne nuk duam që dollarët amerikanë të përforcojnë një monopol ushtarak që shfrytëzon dhe abuzon qytetarët e Kubës. Me ndihmën e Zotit, shumë shpejt do të kemi Kubën e lirë. Trump vazhdon të sulmoj politikat e ish presidentit Barack Obama dhe afrimi historik me Kubën është viktima e radhës. Më herët Trump doli nga marrëveshja tregtare e partneritetit transpaqësor. Premtoi se do të braktisë paktin e klimës së Parisit dhe po tenton të eliminojë reformën shëndetësore Obamacare.